Shqip nuk damo vetëm konë diktaturës! Poshtë komunistat! Që vëmë të! Poshtë Ramovici! Diktatura! Poshtë diktatura! Poshtë diktatura! Poshtë diktatura! Poshtë diktatura! Poshtë diktatura! Poshtë diktatura! Ma nuk të të shku! Kam kërkesat e tyre për t'i ruar njerëzit që kanë furtu tribun në luftën e çlirimit të Kosovës. Të tim pasi kur të afin neve, të gazi nuk kena për pas mundësi më rëfër. Nëse nuk të afin sot, nuk do të qojni kur më nesër. O sot o kur! 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 Nuk do diktatur! Ne emër këtë Ne emër këtë Ne emër Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni në Berisën! Kanë arrestuar 6 protestues, janë shoqëruar në komisariatin 1, 2 dhe 4. Nga 2 në secilin për këtyre komisariat. Me çfarë akuzë? Janë shoqëruar, për momentin janë shoqëruar. Po këtë do zbulojmë, tani na thanë do shkojmë në secilin për këtyre komisariatet, do shikojmë, do pyesim, e para të shikojmë, të sigurohemi. Të ndihmon Zoti inshallah. Dakor, një sekondë. Durën leta tonë të lesë, Do e para të sigurohemi që nuk po dhunohen. Që nuk po dhunohen ashtu si u dhunuan para parlamentit. Për një arsye shumë të thjesht sepse qëlluan me vezë. Nuk kanë me vezë. Është një akt simbolik që nuk dëmton askënd. Makinën, aq më tepër. Do vemi aty të sigurohemi që nuk po dhunohen edhe të kuptojmë edhe çfarë akuze, me çfarë akuze. Po avokati i popullit! Ku është avokati i popullit? O plet! I shitur! Avokati i popullit! Faleminderit juve! Faleminderit! I zori djepë! Ti erdhe me këtë pëse si këtë që shumë faleminderit! Po mi mo që marim informacion! Faleminderit, ma të erdhe me faleminderit! Mos boni aktrimë një rëse ka dalë nga halë këta të shkretë! Po që avë të kur erdhe ti që përra drejua? Të Kontributin e të marrin këta zë për Erdi bo një foto, janë deputetet Jam e protestuesi. Ka hënë orek, tani soi me ta ulan ballën ai. Ka hënë orek.
shpjegosh diçka që Gjo Baxhi. Jemi te drejtoria e policisë në Myslimshyr pas dhunës që ushtroi policia e shtetit tek parlamenti. 30 ditë protest paqësore u nisi për shkak të dhunës që ushtrua në Zvërrez nga policia private. Sot, pas një muaj, pas 30 ditësh, këtë dhunë e marrin nga policia e shtetit, edhe pse protestuesi po protestoshin në mënyrë paqësore prej disa orësh para parlamentit, me një urdhër që mori policia e shtetit, ka ushtruar dhunë ekstreme. E theksoj që dhunë ekstreme kanë marrë zvarr shqiptarët protestues, i kanë goditur dhe 6 prej tyre i kanë marrë peng. I kanë marrë peng edhe i kanë futur në për disa komisariate të Tiranës. I morën zvarr. I kanë goditur në mënyrë më të turpshme. Nuk janë policë, nuk janë policë. Lirani Gjuna! 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 Kanë arrestuar dhe Dritan Goxha. Gjasht! Ma e për një faleminderit. Lirani!